Me vendosjen e kurorave në nder të 4 martirëve të demokracisë, nisi ceremonia përkujtimore e 2 prillit 1991, një nga ngjarjet më të rënda në historinë e vendit. Omazhet u zhvilluan nga lideri i opozitës Sali Berisha, përfaqësues të Partisë Demokratike dhe familjarë të rënëve. Kryetari i Partisë Demokratike për Shkodrën, Ardit Qylybyli, u ndal te rëndësia historike e kësaj ngjarjeje. Në atë ditë qyteti u përball me dhunë një sistemi që po jepte shpirt, por që ende kërkonte të shtypte zërin e shtetërorëve të lirë. 4 bijtë të Shkodrës rënë dëshmor: Arben Broci, Bujar Bishanaku, Besnik Ceka dhe Nazmi Karziu, duke u bërë përjetësisht pjesë në gjezës tonë kombëtare. Në fjalën e tij, Berisha theksoi se sakrifica e martirëve të 2 prillit mbetet aktuale dhe frymëzuese edhe sot, duke cilësuar rikthimin e votës së lirë si misionin kryesor të Partisë Demokratike. Në këtë kuadër, kur më shumë se sot nuk është aktuale, nuk është më aktuale, më frymëzuese sakrifica e martirëve të 2 prillit, martirëve të votës së lirë. Ndaj dhe ne jemi të betur, Partia Demokratike është e betur, se misioni i saj kryesor është rikthimi i votës së lirë tek shqiptarët. Kam besim të madh se Shkodra do përmbush këtë mision më mirë, me më vendosmëri se çdo qytet tjetër i këtij vendi. Ngjarja 2 prillit 1991 në Shkodër njihet si masakra e fundit e komunizmit në Shqipëri. Pas një proteste kundër regjimit, forcat e policisë hapën zjarr ndaj qytetarëve, duke lënë të vrarë 4 të rinj: Bujar Bishanaku, Arben Broci, Nazmi Karziu dhe Besnik Ceka, ndërsa 10 të tjerë mbeten të plagosur.